Mirëmbrëma shikues të nderuar. Një marrëveshje politike dhe kompromisi mes partive po shihet si domosdoshmëri për krijim të institucioneve të reja në të kundërtën siç thuhet nga organizatat shoqërisë civile, pasojat për Kosovën do të jenë të rënda nëse shkohet sërish në zgjedhje të reja. Përderisa partitë politike po presin certifikimin e zgjedhjeve për të nisur hapat për ndërtimin e institucioneve, paqartësia mbetet tek forma që do të zgjidhet për të arritur këtë çështje. Profesori Arben Fetoshi thotë se partitë politike duhet të bëhen bashkë dhe përmes kompromiseve të ndërtojnë institucione stabile. Kjo është domosdoshmëri, edhe për shkak të një fenomeni që lidhet me polarizimin gjithnjë më të madhe që nuk i bën mirë as shoqërisë e as skenës politike. Forcat politike duhet të demonstrojnë kapacitetin e tyre për bashkëpunim dhe për kompromise, dhe mbi këtë bazë duhet të zbatohet rezultati i zgjedhjeve, sepse duhet të zbatohet vullneti i shprehur i qytetarëve të Kosovës për institucione sa më të qëndrueshme demokratike, si një prej aspekteve të rëndësishme për qëndrueshmërinë demokratike të Republikës së Kosovës në vazhdim. Pas zgjedhjeve të 7 qershorit, partitë politike janë shprehur të gatshme për bashkëpunim rreth ndërtimit të institucioneve, derisa koalicioni më i përfolur në këtë periudhë është ai mes LVV-s dhe LDK-s, për të cilin të dyja partitë në një formë kanë dhënë sinjale. Sa i përket bashkëpunimit me LVV, ndërkaq në PDK kanë deklaruar se ende nuk e kanë diskutuar këtë çështje në strukturat e partisë. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ndërkaq paralajmërojnë pasoja të rënda për vendin në rast të dështimit të krijimit të institucioneve të reja, përfshirë edhe humbjen e mjeteve nga plani i rritjes së BE-s. Humbjet e vendit janë të mëdha, janë në disa sfera, siç është dialogu me Serbinë, siç është miratimi i legjislacionit dhe reformave të nevojshme për procesin e integrimeve euroatlantike, plani i rritjes, kishim një mbledhje për monitorimin e zbatimit, Komiteti Drejtues për monitorimin e zbatimit të planit të rritjes, ku theksua se në rastin më të mirë Kosova mund të arrijë deri në 15% të zbatoj 15% e obligimeve që i dalin Kosovës, që kjo i bie që Kosova së paku në këtë periudhë do t'i humbë minimalisht 60 milion euro, mjetet e cilat i kanë qenë të garantuara nga Bashkimi Evropian që do t'i jepen Kosovës përkundër një seti të indikatorëve dhe obligimeve që t'i zbatoj Kosova. Dhe nëse marrim në balancë këtë me vendet e rajonit, Shqipëria dhe Malizi e kanë zbatu këtë në nivel 100%, do thot ata do t'i marrin 100% të mjeteve të alokuara nga Bashkimi Evropian, ndërsa Kosova as deri në 15%. Lista është e gjatë e obligime, pasi që 16 muaj kemi që nuk kemi institucione të konstituara dhe themeluara dhe funksionale në vendin tonë. Zgjedhjet e 7 qershorit nxorën LVV-n si parti të parë me 47.13% të votave, numër ky më i ulët se ai i zgjedhjeve të dhjetorit. PDK-ja e dyta me 19.44% të votave, LDK-ja e treta me 16.69%, si dhe AAK-ja me 6.74% të votave. Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk është përfshirë në projektet që zgjerojnë ndikimin energjetik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Derisa ambasada amerikane në Kosovë ka bërë thirrje për të shfrytzuar momentin e fundit për të lidhur me këtë projekt, qeveria e Kosovës ende nuk ka dhënë një qëndrim zyrtar. Për një vend si Kosova, ku rreth 90% e energjisë elektrike prodhohet ende nga qymyri dhe vetëm rreth 10% vjen nga burime të ripërtritshme si uji, era dhe dielli, gazi mund të shërbejë si alternativë për të thyer varësinë e thellë nga një burim i vetëm. Ndërkohë, e ngarkuara me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati, i ka bërë thirrje Kosovës të hyjë në partneritet afatgjat energjetik me Shtetet e Bashkuara përmes projektit për gazin e lëngshëm natyror, duke thënë se kjo do t'i ndihmonte ta sigurojë të ardhmen e vet energjetike.
Kosova nuk po arrin të përmbush kërkesat në rritje për furnizim me energji dhe citoj të dhënat e doganës së Kosovës se vendi ka shpenzuar 735 milion euro në importimin e energjisë elektrike nga vendet fshinje në 4 vjetet e fundit. Këto të dhëna tregoj një rritje nga 142 milion euro në vitin 2024 në 259 milion euro në vitin 2025. Në të ardhmen e parashikueshme, përderisa çmimi dhe kërkesat për energji vazhdojnë të rriten, Kosova do të varet gjithnjë më shumë nga fqinjet e saj. Profesori i ekonomisë së energjisë Adhurim Haxhi Musa tha se projekti i gazit amerikan, në cilën do formë që vjen, qoftë i lëngshëm apo natyror, është i mirëseardhur për shkak të dendësisë energjetike dhe mundësive të mëdha që ky projekt mund t'i ofrojë. Meqense Kosova, industria e Kosovës, bizneset e Kosovës, po edhe ambistria e Kosovës nuk e gëzon fatin me pas qasje në këtë burim energjetik, atëherë gazi, qoftë i lëngshëm, qoftë natyror, në cilën do formë që vjen, është i mirë se ardhën për shkak të densisë së saj energjetike dhe mundësive të mëdha që ajo ofron, për shkak se ajo mund të vendoset si në sektorin e ambistrisë, si për përgatitje të ushqimit, ashtu edhe për ngrohje. Në anën tjetër për industritë është përfitim shumë më i madh për shkak se është çmimi i saj është më i ulët se sa çmimi i energjisë elektrike. Se nuk duhet të ekzistojë diskutimi nëse nevojitet gazi amerikan në Kosovë, e thot edhe ish kandidati i LDK-s për deputet në Ferizaj, Visar Azemi. Pra është me patjetër dhe është opsioni vetëm që i ka mbet Kosovës në tavolinë. Pra duhet sa më shpejt me fillu mënyrë që me ndal importet e shtretat energjisë dhe me pamundsu mafisë energjetike me vjedh Kosovën që kanë vjedh për të këto vite. Ferizaj patjetër që është pikë strategjike sepse gazi nga Greqia kalon nëpër Maqedoninë e Veriut dhe pika e parë që mundet me qenë në Kosovë është Ferizaj. Për mundësinë e vendosjes së impiantit të grumbullimit të gazit në Ferizaj kanë folur edhe qytetarët e këtij qyteti, duke thënë se një projekt i tillë është më së i mirëseardhur, teksa patën kritika për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, i cili deri më tani nuk e ka pranuar këtë projekt. Ja është një mirësore për neve sidomos për Ferizajin dhe për mbar Kosovën. Mirë po këta udhëheqësat tonë, çka po bojnë, çka po nuk pedina. Inshallah bëhet edhe në vjen gazi amerikan edhe stabilizohemi me rrymë tjera. Është punuar dekada të tëra që Amerikën të kemë pranë, sepse Amerika historikisht ka qenë oksigjeni ynë dhe thjesht promotori dhe ekzistenca e qenies sonë kombëtare pa të cilën as shteti ynë, as dje, as sot, as në histori nuk do të... Gazi është një aset kombëtar për me pasën qeshmën tonë në shtëpitane. Derisa shumë shtete për rreth e kanë pranuar, kanë bërë marrëveshje si Greqia, Maqedonia, gjitha shtetet tjera e kanë pranuar, në Kosovë mi çupesh edhe kryeministri. Personalisht kryeministri ka koqit kry për mos me marrë këtë projekt. Për çka? Ku na i mbron? Çfarë interesa mbron ai? Nëse nuk e merr. Do të thonë i mbron interesat e Greqisë, interesat e shteteve për rretha. E derisa kryeministri në detyrë Albin Kurti ka refuzuar të flasë me media lidhur me këtë çështje, antari i kryesisë së LDK-s dhe ish kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti ka bërë thirrje për organizimin e një proteste demokratike në mbështetje të projektit të gazit të lëngshëm natyror me prejardhje amerikane dhe për ruajtjen e aleancës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes një reagimi publik, Hoti ka deklaruar se refuzimi i këtij projekti nga qeveria e Kosovës rrezikon ta lërë Kosovën si vendin e vetëm në Ballkanin Perëndimor jashtë një projekti rajonal energjetik për të cilin sipas tij ka pasur mbështetje dhe insistim të vazhdueshëm nga administrata amerikane. Deputeti i zgjedhur i vetëvendosjes Ilir Kërçeli ka reaguar ndaj thirrjes së ish-kryeministrit Abdullah Hoti për protestën në mbështetje të projektit të gazit amerikan. Kërçeli ka ironizuar duke thënë se shqetësimi i vërtet i LDK-s, antar i së cilës është Hoti, është situata brenda partisë. Ta mbrojmë me protest aleancën tonë me SBA-t, tha një deputet dhe ish-kryeministri i LDK-s
O mbrojeni LDK-n sepse po ju ndrohet qiramarsi për aleancën me SBA-t, ka kush kujdeset dhe e mbron, ka shkruar Kërçeli në Facebook. Është mbajtur konferenca e grave në biznes She Rises, organizuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, me mbështetjen e zyrës së kryeministrit Dhomës Ekonomike të Grave të Kosovës dhe UN Women. Në këtë konferencë u tha se gratë duhet jenë më të përfshira në biznes, pasi asnjë ekonomi nuk arrin potencialin e saj të plot pa përfshirjen e grave në sfera të ndryshme. Në konferencën e dedikuar grave, She Rises 2026 me moton Gratë në biznes në Kosovë, një dekadë progres dhe vizion për të ardhmen, u diskutua për rolin e grave në zhvillimin ekonomik, si dhe sfidat me të cilat ato përballen në biznes dhe në tregun e punës. E ngarkuara me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati tha se çështja nuk është vetëm se sa gra janë të përfshira, por çfarë po bëhet për të arritur këtë numër. SBA beson se rritja ekonomike ndërtohet përmes mundësive dhe bashkëpunimit praktik, kur bashkojmë energjinë e ndërmarrësve dhe kur qeveria krijon kushte për prosperitet. Cyprien François, ushtrues detyre i shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, e vlerësoi konferencën si një mesazh të fortë. Barazia gjinore dhe rritja vetdijes mbeten ende sfida. Rreth 20% e grave janë pjesë e tregut të punës dhe potenciali i plot humbet nëse nuk shfrytëzohet. Asnjë ekonomi nuk arrin zhvillim të plot pa përfshirjen e grave në sfera të ndryshme. Rruga e Kosovës drejt BE-s nuk është vetëm përmbushje e legjislacionit, por edhe ndërtimi një ekonomie konkurruese të ndërlidhur me tregjet evropiane. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se qeveria e Kosovës është e bindur se barazia është rruga e vetme drejt progresit, prandaj mbështetja për gratë në biznes nuk duhet të mbetet vetëm në nivel deklarativ. Qeveria e Republikës Kosovës është e bindur se barazia është parimi udhëheqës dhe rruga e vetme drejt progresit. Prandaj jemi kujdesur që mbështetja jonë për gratë në biznese të mos mbetet vetëm deklarative, por të përkthehet në programe të dedikuara si subvencionimi drejt për drejt dhe lehtësimi i qasjes në financa. Lendita Kastrati, drejtoreshe ekzekutive e Dhomës Ekonomike të Grave të Kosovës, tha se gratë po dëshmojnë gjithnjë më shumë sukses, duke hapur biznese të reja dhe duke krijuar vende të reja pune. Po hapin biznese të reja, po krijojnë vende të punës, po zhvillojnë produkte dhe shërbime të cilat janë konkurruese jo vetëm në tregun vendor, por edhe në atë ndërkombëtar. Fuqizimi ekonomik i grave nuk duhet të shihet vetëm si politikë sociale, por duhet të shihet edhe si politikë për zhvillim ekonomik të vendit, si një investim strategjik. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari Lila, tha se historia e grave është histori e ngritjes dhe se ato janë ringritur vazhdimisht, shpesh edhe nga asgjëja. Sa herë që jeta, familja apo vendi janë përballur me vështirësi, gratë kanë gjetur forcën për të ngritur përsëri. Shpesh duke nisur nga asgjëja. Numrat sot tregojnë se gratë janë pronare të 18% të bizneseve në Kosovë, krahasuar me 10% në vitin 2017. Të pranishmëve me nga një fjalë rasti i u drejtuan edhe Sajide Mustafa nga Forumi Ekonomik i Grave dhe Vlora Tuzinushi nga UN Women në Kosovë. Gjatë karrierës time kam parë se kur grave u jepet mundësia, ato nuk kërkojnë favore, ato kërkojnë vlera, krijojnë vlera, zhvillim dhe mirëqenie për familjet e tyre dhe duke u bërë model për gjeneratat e reja. Kontributi dhe potenciali i plot ekonomik i grave mbetet ende i pashfrytzuar. Në nivel global, gratë përbëjnë vetëm 7% të pozitave udhëheqëse drejtoresha ekzekutive në kompani. Në konferencë pati edhe paneli diskutimi për mbështetjen financiare, por u prezantuan edhe histori suksesi të grave ndërmarrëse. Mbi 19.000 nxënës ju nënshtruan testit maturës. Edhe kësaj here testi qarkulloi në rrjetet sociale pavarësisht paralajmërimeve të Ministrisë së Arsimit për masa. Ministria e Arsimit nga radhët
Ish-ministri e Arsimit nga radhët e LDK-s Hykmete Bajrami kërkoi anulimin e testit maturës, duke vlerësuar se procesi ka humbur besueshmërinë dhe po favorizon kopjimin në vend të dijes. Procesi I testimit për 19.514 nxënës u organizua në 152 qendrat e testimit në të gjithë Kosovën. Ky proces u administrua nga 1360 administrues dhe 750 kryetar e antar të komisioneve. Por, ashtu sikur çdo vit, edhe kësaj radhe, testi u shpërnda në rrjete sociale. Në Viber u krijuan dy grupe, njëri me mbi 9830 antar dhe tjetri mbi 500 antar, ku nxënësit shkëmbenin përgjigjet e pyetjeve të testit. Ndonse paraprakisht Ministri I Arsimit kishte thënë se posedimi I telefonave mobil dhe I çdo pajisjeje tjetër elektronike gjatë testimit ndalohej rreptësisht. Çdo kandidat që konstatohet se posedon telefon ose pajisje tjetër elektronike do të largohet menjëherë nga testi, pavarësisht nëse pajisja është përdorur apo jo. Pas shpërndarjes së testit në rrjete sociale, Ish-ministria e Arsimit nga radhët e LDK-s Hykmete Bajrami kërkoi anulimin e testit të maturës, duke vlerësuar se procesi ka humbur besueshmërinë dhe po favorizon kopjimin në vend të dijes. Nëse nuk I mundësi me organizu si duhet, anuloje që 6 vjet radhazi po përsëritet I njëjti dështim, publikimi testit sa po fillon provimi, pra testi maturës nuk po e shpërblen dijen, por po e favorizon kopjimin. Sot fatkeqësisht më të suksesshëm nuk dalin ata që kanë mësuar shumë, por ata që kanë arrit me kopju më shumë. Testi maturës zgjati 2 orë gjysmë. Ai përmbante 100 pyetje nga 25 për secilën prej 4 lëndëve, gjuhën amtare, gjuhën angleze, matematikën dhe një lëndë zgjedhore të përzgjedhur nga vetë kandidati apo kandidatja. Zëdhënësi I KQZ-s Valmir Elezi ka deklaruar se Komisioni Qendror I Zgjedhjeve është I gatshëm teknikisht që të shpallë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit, por siç kemi shpjeguar, duhet presim nëse do të ketë ankesa lidhur me administrimin e numërimit nga dita e fundit në QNR-n, e cila ishte dita e mërkur. Afat I cili ka përfunduar të premten dhe gjithashtu KQZ do të pres nëse do të ketë ankesa lidhur me administrimin e rinumërimit I cili është përmbyllur të premten. Para shpalljes së rezultateve, si zakonisht, KQZ do të kërkoj konfirmim nga PZAP nëse ka ndonjë ankesë që është në shqyrtim, tha Elezi. Kroacia po ofron të rrisë numrin e ushtarëve të saj në misionin e KFOR-it në Kosovë. Të paktën kështu ka lënë të kuptohet ministri kroat I mbrojtjes Ivan Anušić në një deklarat për gazetarët në Bruksel. Në raportim thuhet se burime diplomatike të huaja thonë jo zyrtarisht se disa aleat evropian kanë filluar të komunikojnë se si mund të kontribuojnë në mbushjen e boshllëkut që do të lihej pas një tërheqje të pjesshme amerikane nga Evropa. Brigadier generali amerikan Alexis Grinkevic, komandanti suprem I forcave aleate të NATO-s për Evropën, zbuloi një javë më parë se janë duke u hartuar plane për të zvogëluar madhësinë e misionit të KFOR-it në Kosovë. Një delegacion I lartë I gardës kombëtare ajrore të Ajovës ka vizituar Kosovën në kuadër të një ushtrimi, duke u takuar me pjesëtarët e forcës sigurisë së Kosovës dhe personel ushtarak amerikan të angazhuar në stërvitjet e përbashkëta. Udhëhecës të lartë të gardës kombëtare ajrore të Ajovës vizituan pjesëtarët e skuadrës komunikimeve të Vingut 132 dhe udhëhecës të forcës së sigurisë Kosovës gjatë ushtrimeve në Kosovë më 10 qershor 2026. Ky delegacion vëzhguan ushtrimin e përbashkët të komunikimeve të gardës ajrore dhe ushtrisë Ajovës dhe zhvilluan takime me udhëhecës ushtarak nga programi I partneritetit shtetëror të Ajovës me Kosovën, thuhet në njoftimin e gardës kombëtare të Ajovës.
Gjatë gërmimeve në varrezat e qytetit të Vushtrist premten janë hasur eshtra të një personi që dyshohet të jetë zhdukur gjatë luftës. Policia në raportin 24 orësh thotë se eshtrat dyshohet se i përkasin një personit zhdukur gjatë luftës. Mbetjet e eshtrave janë marrë nga një siti i Institutit Mjekësisë Ligjore për ekzaminim dhe identifikim, thuhet në njoftimin e policisë. Kryetari Prishtinës Përparim Rama ka njoftuar se ka nisur heqja e asfaltit dhe në pjesën e mbetur të sheshit George Bush deri te Hotel Grandi. Filloi demolimi i asfaltit dhe në pjesën e mbetur të sheshit George Bush deri te Hotel Grandi, ka shkruar Rama. Ky veprim është pjesë e projektit për transformimin dhe rregullimin e kësaj zone qendrore të kryeqytetit. Në qendër të New Yorkut, në Manhattan, po mbahet parada shqiptare, qëllimi së cilës është ruajtja, promovimi i kulturës dhe traditave shqiptare. Korespondenti ynë Halil Mula sjell atmosferën nga New Yorku. Po ashtu do të ndiqni edhe një deklaratë Marko Kepit, udhëhec i organizatës Rrënjët Shqiptare. Siç po e shihni, çdo gjë është gati për paradën shqiptare në New York, të cilës do t'i prinë kryeheroi Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Është ky edicioni i 18 i paradës shqiptare në New York, që organizohet nga Rrënjët Shqiptare, nga shoqata Rrënjët Shqiptare, shoqatë rinore dhe përkrahet nga gjitha shoqatat dhe organizatat e komunitetit shqiptar-amerikan. Siç po e shihni, këtu bisun bën ngjyra kuqezi, flamuri kombëtar shqiptar dhe si gjithmonë shqiptarët argëtohen dhe këngë dhe valle kombëtare. Shumë mirë, kjo është parada e dytë zyrtare e komunitetit shqiptar, që njoftu 18 vite që shqiptarët jenë paradën e vet, që gjeneratat e arshëm ta kenë një ditë veten, një traditë, si shikon italianë, si shikon irlandez, si shikon shumë kombe, dhe kemi bërë çmosin e gjysh 16 vjeç merrem me paradën e komunitetit shqiptar, që edhe shqiptarët ta kenë ditën e tyre. Pra, kjo është një ditë shumë e madhe për neve dhe janë shumë kombe më të mëdha që nuk e kanë këtë fat. Pra, jemi shumë lumtur sa që kemi paradën shqiptare. Kishte përkrahje nga komuniteti. Po si që çdo herë kemi shumë përkrahje nga komuniteti, kemi më shumë se 34 organizata, televizori RTV21, Halil Mula, qysh përpara se ka ekzistuar Facebook, Instagram, ja kanë social media jo, pra na kanë bërë ne kush jemi sot. Ne jemi çdo herë falënderues dhe mirënjohës për punën dhe kontributin e pandoshëm që ata bëjnë. Faleminderit, suksese. Gjithashtu faleminderit dhe mirë se keni ardhur. Nderuar shikues, këtu e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.